Vëllezër të dashur, so fëmijë kemi na sot që rrezikohen për shkak të papërgjegjësisë që ka prindi dhe nuk e ruajnë vetë si prind. Se kanë thënë dietarët e mëdhej dhe kjo është rregull që s'ndryshon. 3 gjana, 3 shtylla kur të prishën, jeta bëhet kaos në tokë. Kur të prishet familja, mos prit më që për asaj familje del në kuadër që ka më të shërby tyje. Kur të prishet shkolla, në vend që me lujtë rol edukativ, aja bëhet frymëzim për të keqen, mos prit në atë qytet që ka ardhmëri. Dhe shtylla tretë, kur keq shoqëria bëhet normale, si pengon asnjë e keqe, kjo shoqëri bëhet pastaj farz me ikë. Sepse s'ka më dinitet njeriu, s'ka vlerë njeriu, s'ka vlerë prindi, s'ka vlerë mësuesi, s'ka vlerë kukush, pra ka bëhet një shoqëri e cila fare si bën përshtypje askujt. Prandaj të dashur vëllezër, fillojmë për vetes tonë, nëse e duam të mirën ti vendi, nëse e duam të mirën familjeve tona, ta luajmë rolin tonë si prind, ta luajmë rolin si mësues në shkolla, si teolog dhe xhollar në xhamia dhe si shefa në puna dhe ti kontribuojmë ti vendi sepse nuk ka plan kësaj toke që se ka ujit gjaku i bijave tona e unë jam i bindur dhe i sigurt që ata nuk kanë vdek që na të tallemi mbi kurrizën e tyre me vlera antimorale që na instalojnë tjetër. Kjo është detyra jonë.